Punojnë të dy, jam dakord, edhe unë jam për barazi gjinore. Gruaja punoj, burrit punoj, mas dite secili bëj punë të veta. Sepse nëse gruaja bën punë të shtëpisë, i bie të punë punë dytë dhe ti duhet ta paguash për punën e dytë. I bie mos kemi barazi gjinore. Je dakord ti që secili të bëj punë të veta. Tash duke qenë që Zoti ka dhënë fuqi mashkullit dhe mashkulli nuk e përdor fuqinë për të punuar, që të sigurojë të merr materiale për të mbajtur gruan, i bie që edhe femra mos bëj fëmijë. Kush do ta bëjë fëmijë? Fëmin kush do ta bëje? S'mi ke kthy përgjigje. Je duke pirë kafe me mua vllai dhe un kam këto pikpyetjet e mia. Du më sqaruti si mashkull. Fëmin, pse duhet ta bëj fëminun? Ti e kryve detyrën tate për t'ju përgjigj grus. Se kryve, sepse do lek të grus që të mbyllesh shpenzimet mujore. Bukuri. Pra ti se kryve detyrën tate, pse femra duhet ta kryej detyrën e vet që të bëj fëmin? Mi ktheni përgjigje, zereni se jeni duke pirë kafe me mua dhe un kam paqartësitë e mia si femër dhe du të më japësh argument për çfarë arsye un duhet bëj fëmijë kur ti s'më përgjigjesh mua me ekonomi. Ti detyrën tate se kryj. Pse duhet ta kryej un detyrën si femër? Pikpyetje, më ktheni përgjigje.